Një javë më parë, Këshilli i Ministrave me anë vendimit numër 309 miratoi ndërtimin e centralit gjenerues të energjisë elektrike fotovoltaike në Levan Fier nga shoqëria Albania Solar Power me afat operimi 49 vjet dhe fuqi 82 MW, i cili kërkon një investim miliona eurosh. Ndërkohë, ky subjekt është regjistruar vetëm 16 muaj më parë me një kapital 100.000 lekë dhe ka administratore pronar zotin Angel Agaliu dhe asnjë bilans të publikuar në QGB. Një gjë është e sigurt që Angel Agaliu ka profesionin e mekanikut për makineri industriale dhe këtë detyrë e ka ushtruar edhe në kompaninë e Pollum Salillarit, Salillari SHPK. Ndoshta puthja romantike që vetë Edi Rama nuk hezitoi të jetë pronari të Angelit për para kamerave, solli fat të mirë edhe për vetë zotin Agaliu, e kështu Këshilli i Ministrave nxorri një VKM ekskluzive vetëm për të. Gjithashtu, e sigurt është se vllai më i vogël i Angelit punonte tek e njëjta kompani, Salillari SHPK, por gjithashtu dhe babai i tyre, Hektor Agaliu, punonte tek Salillari SHPK me profesion magazinier. Madje aq të suksesshëm kanë qenë punëmarrësit e Salillarit, saqë vizioni i babait kapi majat e suksesit, duke u shtruar nga magazinier me pagë modeste në pronar të subjektit pjesë e koncesionit për projektim, ndërtim, mirëmbajtje e portit të integruar në Triport Vlorë. Ndoshta fati të ndihmon nëse ke qenë një herë punëmarrës si Pollum Salillarit.